Jesh pak. Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte përsëri me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju një rrëfim, për të ndarë me ju një rrëfim jete goxha të dhimbshëm. Këtë letër në redaksin time ma ka shkruajtur një nën, e cila ka bërë një veprim jo të këndshëm, do me thënë për të gjithë është veprim i tepërt, veprimi i pa imagjinuar, por kjo nën thot që unë shkova drejt atij që e doja. Nën ka lënë djalin dhe ka shkuar tek burri që e don me disa arsye. Unë jam ajo nën që shumë kush do ta gjykoj pa më dëgjuar deri në fund, thot. Jam ajo grua që mori një vendim që më ndjek çdo ditë të jetës time. Jam ajo që la pas djalin e saj dhe iku pas një burri që mendonte se e donte pafund. Historia ime nuk filloi me tradhti, thot. Fillon me lodhje, fillon me varfëri, fillon me vetmi. Me një grua që ishte nën, por kur grua për veten e saj. U martova herët, shumë herët. Jo nga dashuria e madhe, por nga nevoja për të shpëtuar nga shtëpia ku fjala ime nuk vlente as pak. Mendova se martesa do t'ishte shpëtim, por martesa për mua doli një burg. Një burg i ftohtë, i heshtur, i pranishëm vetëm fizikisht në jetën time. Kur lindi djali im, mendova se gjithçka në marrëdhënien tonë, në martesën tonë, do të ndryshonte. Se ai fëmijë do ta bashkonte familjen. Por në fakt, kur ndodhi e kundërta, unë u bëra nën e vetme. Edhe pse unë isha e martuar, punoja gjithë ditën, gatuaja, laja, risja fëmijët. Burri im kur nuk më pyeti se si jam. Kur nuk më tha t'ja dëgjoj nga goja e tij faleminderit. Kur nuk më pa mua si gruan e tij. Netëve qaja në heshtje, që djali im të mos të më dëgjonte. E përqafoja fort, sikur ta paralajmëroja se një ditë unë t'i mbirin do ta lëndoje. Por atëherë nuk e dija, ose ndoshta e dija dhe nuk doja që ta pranoja. Pastaj në jetë erdhi ai. Jo si furtunë, por erdhi si ngushëllim. Një burr që më dëgjoi. Një burr që më tha ti vlen. Që më pa si grua, jo vetëm si nën. Fjalë të thjeshta më thonte, por për mua në fakt ishin fjalë jete. Fillova që t'jetoja për ato mesazhe, për ato biseda të fshehta, për atë ndjenjën që mua më bënte që të ndihesha e gjallë. E dija që në fakt ishte gabim. E dija që po luaja me zjarin krejtësisht. Por zemra ime ishte zemër e uritur. Kur vendosa që të largohesha nga jeta ime, nga familja ime, nuk e bëra brënda një dite. Ishte një vendim që mua më gërryente netëve pa gjumë. Shikoja djalin tim teksa flinte dhe pyesja veten,
A jam nën e mirë nëse ri edhe jam e vdekur brënda? Po nëse iki, a jam nën fare? Në fund zgjodha veten. Dhe kjo është fjalia që më vret më së shumti. E lash djalin me babain e tij, i thash vetes se do t'ishte më mirë për të, se unë do të kthehesha, se do ta merrja me vete sapo unë do të rregullohesha, se ishte vetëm përkohësisht. Por jeta nuk njeh përkohësisht. U largova me një valixhe të vogël dhe me një zemër plot frikë. Djali im më përqafoi pa e kuptuar se ishte lamtumira më e dhimbshme e jetës sime. Më tha: "Mami, mos u vono." Dhe unë i thash: "Jo, birë, shpejt do të kthehem." Gënjeshtra më e madhe në jetë që unë kam thënë ndonjëherë. Fillimi me burin që doja ishte i bukur, si një ëndër që më në fund po jetonte. Mendoja se po sakrifica ime po justifikohej, se dhimbja do të shlyhej me lumturi. Por lumturia e ndërtuar mbi lot të fëmijëve asnjëherë nuk zjat. Ai filloi që të ndryshonte, filloi të më shihte si barë, të më kujtonte se çfarë unë kisha lënë pas. Dhe një ditë më tha: "Çfarë nën je ti që le fëmijët ashtu?" Dhe aty në fakt u thye gjithçka. Dashuria u kthye në gjykim. Strehimi u kthye në vetmi. Dhe unë mbeta pa burr, edhe pa djalë. Netëtve fillova që të shoh ëndra ku djali im më thriste: "Mami, pse ike?" Zgjohesha duke qarë, duke ja thënë emrin e errësirë. Kur u përpoqja të kthehesha ishte vonë. Djali ishte rritur, i ftohtë, i largët. Nuk më quante më mami, më shihte si një grua të huaj. Asnjë fjalë nuk më ka lënduar më shumë se sa heshtja e tij. Sot jetoj me peshën e një zgjedhje që nuk fshihet. Kam mësuar se dashuria për veten nuk duhet të ndërtohet duke shkatëruar dikë tjetër. Sidomos, një fëmijë që të sheh ti si botën e tij. Nuk kërkoj falje publike, nuk kërkoj justifikim, kërkoj vetëm që historia ime të shërbej si paralajmërim. Mos ikni nga fëmijët tuaj duke menduar se do t'i gjeni aty kur të keni kokën. Koha nuk fal, fëmia nuk pret. Dhe disa zgjedhje paguhen për të gjithë jetën. Unë jam ajo nën që zgjodhi dashurinë e gabuar dhe humbi dashurinë më të madhe në jetën e saj, atë të fëmijëve.